Kushta ma punën punëtori, kushta I be paret punëtori, kushta shet mallin punëtori, kushta run firmën punëtori, e në fund të s'pe pagun, zotit ma rrët. A kishe investu në Kosovë? Pa tjetë, po për sa ku mardh. Seriozisht? Po. Qëfar biznesi kime hapë Kosovë? Këshyri shka ka mongi Kosova që ato du me këshyri. Jo shka ka mango Kosova, ka mango për ljop, ka mango për dhen, për bollica, për pula. Mirë është në kopë që rizik në qeli është mirë. Nuk është rahat. S'mushti më bo holandesu si Gjerman me nejt me prit dhe sot vjetë kërështë që del këtu, del besi do me dekon folë shqip. Unë besoj që mirë është me investu diçka një të vogël, diçka këtu edhe kaq. Të dashur me që jam këtu me një person I cili na ka ardhë prej? Hollande. Prej Hollande. Po. Emrit? Fatmir. Fatmiri prej Hollande. Fatmir, cila është dhurata më e madhe që e ke pru në Kosovë apo që e ke marrë prej Kosovës? Unë mendoj se dashnien. Dashnien? Po. E ke pru apo e ke marrë? Edhe e kom pru edhe du me marrë. E ke pru në Kosovë është jo shqiptare, Nusër e kitë Kosovës? Unë s'kam nusë, jam single, do më thonë dashuri, do më thonë... Dashnien për vendlindjen, për atë dhejën, bravo! Fatmir, a duhet kitë rritë me dash të venin tonë edhe mos mja këti shpinën? Pa tjetër. Unë e shoh Kosovën shumë që ka heq shumë për para, shumë shoh biznismena, shoh njerëz që kanë arritë shumë suksesin. Nuk e di, unë gjynar që dalin njerëz, edhe atje nuk ja vlen shumë me darë edhe për një cubuk e kem edhe këto, besoj. Po një cubuk, po me shka pe haqa cubuk të? Për pas me dja? Unë besoj në njerëz kem një gabim shumë të madh që nuk di me vlerësu. Edhe nuk di me akseptu që nuk në ep ajnalt, du të me akseptu. Qa jep, qa kem, du të më kënë të lumëtër. E vërtet është. Shumë e vërtet. Po në Holland është mirë me shku veç me një aromën e lulev, Hollanda vendi lulev, vendi drëndafila, vendi dashuris, vendi paqës, ka ma mirë? E donë edhe punën atje, se s'ponon s'kia s'poqish. Jo, mas mi punu lule të I bëhat bari ma I matë se lule. Po kuj sholla rritët bari, se edhe më rritë bari kem punë mirë. Me qka mirë është në Holland? Unë jam mirë pak me një biznes të vogël. Jo, po shiet? Jo, me çfarë shiet? A kishe investu në Kosovë? Pa tjetë, po për sa ku mardh. Seriozisht? Po. Qëfar biznesi kime hapë Kosovë? Këshyri shka ka mongi Kosova që ato du me këshyri. Jo shka ka mango Kosova, ka mango për ljop, ka mango për dhen, për bollica, për pula. Mirë është në kopë që rizik në qeli është mirë. Për majmuna s'kena, majmuna s'ke ketë njerëz na kanë bë majmuna, se majmuna s'po kena bash majmuna. Deve, s'kena. Deve, po sa ore e bim deve, sa është problem. E di pse se deve o mirë, se deva një viher në mujtë pe ujë. A të ka ndodhë në herë në Kosovë, mos me pasu I mulja? Jo, s'm ka ndodhë. Ku jeton në Kosovë? Unë jetoj për momentin jam në hotel. A, në hotel? Se kështë në shpia vëllaj për në nërllet uje? Jo, unë e familin që kam falë Zotit janë mirë, dhe më thonë, se kanë atë problem, që Zotit. Qëfar ju kishe thonë gjithë biznismenave që jetojnë jashtë Kosovës? Që jetojnë jashtë Kosovës, unë mendoj që po edhe ata besoj që kanë atë dashni edhe atë mendim si unë që du me thonë si që di ka qef më këthymë vend vetin. Unë e përsoj më këthymë vend vetin, du me thonë se Prishtina nuk e lip atje, nuk besoj. Nuk bosht rahat. S'mushti më bo holandesu si Gjerman me nejt me prit dhe sot vjetë kërështë që del këtu, del besi do me dekon folë shqip. Unë besoj që mirë është me investu diçka një të vogël, diçka këtu edhe kaq me mejt këtu në Prishtinë. Dirin sa pare kështë dashtë me investu këtu? Në Kosovë? Nuk e di. Atë cifra nuk di, po se di që shumë punë, se besoj këto malirës atje. Malirë? Malirës të po. Seriozisht? Sa është një kide pasol atje? Unë e vetë e shes pasulin. Seriozisht? Po. Sa e shet një kide pasol? 3 herë gjys. 3 herë jo këto 5 herë. Baja e gore. Shes ka të dush. Okej, vla, faleminderit shumë. Ta zemrën, trujt zoti, e inshallah shihemi prap me investimet të tua. Po qëfar mesazh ja kështë dhënë gjithë biznismenave të Kosovës? Kosovës, ju uroj shumë sukses. Ai që mendohet, inshallah zoti ja jep atë marrën të mirën, sidomos shëndetin inshallah e kanë. E tjera shka jep zoti du me akseptu edhe më koni faleminderuar. Mes me njek shumë pare, nuk është mirë.
Po mos me njek parën, po a ja fqishe dhënë mesazhin? Në të investon edhe pak në veten, se shumë njerëz Jo, në veti po investojnë, valla. Nëse Jo, të tënve jo, i jo. kanë bë me ka 20.000 euro, a punëtorve rrugën si avdhën për Bajram. Jo, është gabim i madh. Investime më në trup tonin, a do të thonë. Po, ashtu normal. Investim do të thonë ushqim të mirë. Jo, për ushqim valla i kënaqën, për pushime kënaqën. Çaj është investim mirë. Vallahi po. Besoj. Ai vërtetë, ama dhe rrugën do të më avdhën. A kemi pagu punëtorët e tonë se i kemi merr mi pagu mirë me rrogat standarde të Kosovës apo të Holandës? Ku këto në Hollandë. Nëse e qel këto biznesin. Do të më këshyr, nuk e di, po ta jam tash të këshyr, të marr informata si po shkojnë punë këto. Do bëm bos ligjit. Bos ligjit. Jo vallai, në 500 euro nuk të vjen kërkosh me Normal. punu. Qëre, investimi është edhe në punëtor, se e ke punëtorin e mirë dhe ke E vërtet, se ai punëtori mund të jep rrogën e mirë, ai jes puna mirë. e vërtet, kushta ma punën punëtori. Normal. Kushta i be paret punëtori. Normal. Kushta shet mallin punëtori. A me di ko. Kushta run firmën punëtori. E në fund të s'pe pagun, zotit ma rroft. Qarësit në këti jam. Jo, po s'besoj, po inshallah zoti, dhe më thonë, e bon mirë. Jo këtu, po ta na unë këtë botën. Trujt zoti. Edhe ty është faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të dashur miq, kjo është diçka e mirë. Investorët e Kosovës po kthehen në Kosovë, po investojnë në Kosovë, po ne hapin syt sepse një gur diamant në Kosovë hudhne, sepse ai diamant do të trefishohet në vendindjen tane, për familjen tane, për farefisin tanë. Andaj, mos humbni, mos në shoni Kosovën, po jetoni në Kosovë, sukur Fatmiri, kthehuni dhe investoni, sepse të investojmë si burra trimat vërtet. Ka thonë Fevzi Bujko, e na mos t'i harojmë të vargje, të investojnë në vendindjen tonë. Rreni me neve sepse gjanat e mira i sëllën veç na.